Gratë dhe vajzat kanë festuar 8 marsin, një ditë ku nuk kanë munguar lulet dhe dhuratat nga familjarët e tyre si shenjë mirënjohjeje dhe respekti. Megjithëse 8 marsi konsiderohet një ditë feste, shumë gra dhe vajza e shohin atë edhe si një moment proteste dhe reflektimi për të drejtat e tyre. 8 marsi është protest, nuk është fest. Gratë duhet më shumë me kërku drejtat e tyre edhe më shumë. Për mua simbolizon një revolt të vogël për vajzat, për nënat, në kuptimin e mirë që të kenë të respektohen. Për të gjitha vajzat dhe gratë jenë sa më mirë, të kenë punë, të kenë jetë, të kenë shëndet. Ta gëzojnë festën gratë dhe vajzat edhe të jenë sa më të lumtura. Por ndryshe nga vitet e tjera, këtë të diel në kryeqytet kanë munguar protestat dhe marshimet që shpesh shoqërojnë këtë ditë. Ndërkohë janë organizuar edhe aktivitete të ndryshme që vënë theksin te roli dhe kontributi i gruas në shoqëri. Një prej tyre ishte aktiviteti titulluar Mersh Sociale i zhvilluar në qytetin e Durrësit. Përmes fjalimeve, materialeve letrare dhe interpretimeve artistike, pjesëmarrësit diskutuan mbi padrejtësitë shoqërore dhe theksuan rëndësinë e rolit të gruas si në familje ashtu edhe në jetën publike. Me Mersh Sociale në aktivitetin ton, kuptojmë zhvendosjen e predikimit nga habitati kryesor në kish në një habitat më të gjerë, ai në atë që quhet diskutim publik. Dhe do të përpiqemi nëpërmjet materialeve letrare, kulturore dhe jo vetëm, të sensibilizojmë rolin e rëndësishëm që ka gruaja në familje, në të gjithë hallkat e shoqërisë dhe në të gjithë shoqërinë. Dita ndërkombëtare grave ka zanafillën në lëvizjen punëtore dhe më pas u kthye në një ngjarje vjetore të njohur nga Kombet e Bashkuara. Historia e saj nis në vitin 1908 ku rreth 15.000 gra marshuan në New York duke kërkuar orar më të shkurtër pune, paga më të mira dhe të drejtën e votës.